Mirëmbrëma telespektator të nderuar dhe mirë se na keni ardhur në episodin e 10 të Natcastit po çuçkat. Mirëmbrëma në pimie, faleminderit që ndani kohë të na shihni, faleminderit që na bëni like dhe subscribe, faleminderit që na bëni follow në TikTok, Facebook dhe në Instagram, e ne faleminderit Zotit që na ngrof havaja. Dule me gratë shkronta. A shkon pjaka? Na, Shkon pjaka. me këtë havajën ki. Mirëmbrëma shok të çuçkave, çuçkatatar të dashur. Ju që po na ndiqni në ora 21. E 00. Dhe ju që nuk na ndiqni, futeni ke çuçkat.mk dhe aty keni të gjitha. Si çdo herë, Ajdari va plotson dëshirat teleshikuesve të nderuar dhe e ndëron orën më 21:00. E ndronë me sa euro. Me sahatin. E ndroj sahatin, pse keni diçka kundër? Jo, nuk kam kundër, për shkak se ne këto shikuesit tonë kishin kërkuar të ndrojmë sahatin se disa fshin 15, e ne s'kam faj se nesër sa vajmë punë. E ne unë mendova se më mirë dhe ishte pse një saat, çish presh punë, një saat për shkak. Po, çish presh, po prap, në 10. Po dënjoni ti kushton me një saat në sabah duhet ta kompenzon atë sejt e di si buen si më i fuk grill ka sejt kështu i gjegin. A ke fjet në 11, a ke fjet në 12 ishte e ki. Çketi Alil që nuk respekton rregullat e religjisë. Ishte diçka e papritur për mua. Kush o ustaj këto? Se dinja, te i e ustaj. Po valla. Agat. Ko e gazda? Ti si gazda. Opel je Opel, Mazda je Mazda, Mercedes je gazda. A fluturon krokodili? Fluturon gazda. A qish e bëte si ninja kjo ka të orët palëset prej? Ninja. Shurikan, a kije? Oh, shurikan. Oh, come në shurikan. Shuri karabinaja. Kërëm për misteqet. Shuri karabin një me të qak Nishmanit ka pro do elemente treja, kështu high-tech berberistik. E në lapsin unë e kom vëndo për çdo rast këto që më e hopi, mama. Ka që kështu do stegaqa që mund t'i vëndosh t'i mash pajisjet, do parfimi. A është efikas kështu? Po, efikas është, mu më vinë mirë se këtë durën e kom thitën e maman ngrofët, kështu nuk je ftofët. Nuk rën ti kërkosh elementet. Nuk rën ti kërkosh elementet, e në ma bon, më pëlqiu, ku e di, merë është. Kjo është modeli ri i atinve ka ishave të ustallarve, ustaj, din që jeman që keqin shajka gjoja cene. Kjo ke dora, një miniatura asaj. Po, e man, e vëndon, gërshonjat, skalpere. Sa janë gjasat prejtesh kështu? Nëse nuk je berber, ka shumë gjasat për. Ka gjasat. Unë mendoj rej kujdesshëm i maj kështu që ta kiem njerë, ha. Do me thonë, si mas kësaj analizit që e bona unë këtu në hyrjet të kësaj epizodet të 10, a di si i bindet gazës se nuk i bindesh? Unë... Që shoki probleme te? Babës vetë nuk i bindet taj? Me pas kontra dhe një sen? Gjatë vakët nuk jom binte në babës, po me kalimin e kohës duke diktuar se unë jom mendoj gabim, e ne kom zonën e t'i bindem babës. Babës ama, nuk gazdës. Po vetë je gazd. Pasi që unë gazda, s'kom pas gjatë vakët gazda. Ajo gazd vetë. Para sa me runë thash, 9 njeru tha po, 9 është me është. Te që shkje që kundërshton. Shu hapansës ndryshimet unë, surprizat nuk i kom me rak. Nuk jom njëri që surprizohem me surpriza une. Pse nuk i kje me rak? Hiq nuk i kom me rak. Ka njëri, për shembull, i donë surprizat, unë nuk i du. Shu, nuk kom me rak dhe njëni. Ura, shumurime, për ti ndezin ditat. Nuk i kom me rak. Bile e merë munëja ato që e din ashtu të morin dhe një palë farmer, ka pa me mpejt mua ashtu. E din da surpriz ti kom. Ato nuk mbojnë mua, unë si vejshë ato farmer. Nuk jom tipi. Po e gazdat kështu kur morën vendime të papritura, duken interesant, po s'ka lidhje. Unë e vendimet i marrë se përse Natcasti po çuçka bëhet për shikuesin. Po, e në ato këshin kërkovla. Nëse shikuesit janë ato që kërkojnë tjetë më 9 epizoda, atëherës thujnë qafa është më i hollë se qimja, le ma presin qafa. E pika, ki mos vete. Ki një zote ti që ki mos. Ka qiteve. Ki ishte laf pi 4 qitapeve. Pa, ta shto thujnë. A ke mëson shkollë këtë? Nuk ka shkollë, nuk mëson këta gjojët. Ku mëson? Këto mëson, mendoj jeta ti mëson. Jeta, ha? Jeta, e shkret. Jeta e dhimshme. Ti mëson këta gjoja. Jeta është qef. Nese, atëre, kom një pyetje për ju të dashur shkatatar. Ajde. Urdhëroni, gazda. A shkolla zanati? Shkolla zanati. Si me ndonë shkolla zanati?
Shumë thjesht e tha njëri, te si mendon diftoj ati. Ale pak sa mund të pejsa a o ma me shkolla, a o ma ketë shkolla. Ena jo, pëjtën. Ena osh ma me shkolla, ena osh ma ketë shkolla. Për mua, për me. Benë miqin, zamene. Firmish. Ja? Këto kurojmë ne, Zhanati jo ma e merë se shkolla. Kjo, mendimin personal, urno. Mo kjene nisen patika. Normal zë kom. Qisho Zanati për te, në qisho shkolla për te, që këtë më ustjarë, ama në unë të të bindem te i se Zanati. Shkolla është një vend ku arsimtari tep not, Zanati është me një vend ku gazda t'i ndronë orare. Se qa jo është. Ama Zanati vgjidhet. E në mësohet. E në mësohet. Po. A shkolla, qish buhet? Paguhet e në mësohet. Pse, qish kina pagujt në që kina shkon shkollë? Kur që? Semestr. Rishfet, semestre, Darka, darka, dreka. E kom vllafin për shkollë fillare, për shkollë mesme. Ha, ajo është obligative. Po obligative nuk ka qenë një vakë. Te në Zanatçi sun bosh pa 8 vjeçare pa shkollën e mesme. Edin ku do të dal? Do të dal ke ajo se në shkollë është një farë, për të mërejta mësysht një farë Zanati. Se kjo që je peti ki, njërë dëkondi ka basë, për njërë dëkondi unë e shof si shkolla i shërben Zanatit. Thjesht thanë që. Se... Ka dhe se u po në pisto? Këte unë, kur tuhet Zanat, Pa. unë nuk të kisha pas qeft kem një zdruktar që nuk din të fola, normal do t'i di të shkronja, t'i shkru në numrat, su mbo është i Zanatçi nëse se din plusin, minusin, ose alfabetin, ose kufejnin ku është. No, beti. Regullina me atë. Okej, nuk thëmë unë për atë, po, unë folë për një Zanat tjetër, për shembull për një Zanat më të ndërlikohet. Zanat, për shembull, stomatolog, ose dentist. Me marë të marish, me marë të analizosh pak ma thkell, pona e dentistit është një farë Zanati. Ka qanë, ma nuk është. Kur, do me thonë, del pia saj Zanatit popular që e thonane, kur intelektualizohet një gjo, kur bën analiza, kur merren vendime, lidhen shumë dietare, ne marrin informacione rreth asaj se si duhet trajtohet një dhomë, të bëhet një dhomë, ndriçet një dhomë. E ne ato formojnë një kriter, formojnë një, ta të thomi një skript, një sen, ku ma ajo kitë zbulimet për atë lëmi, më thonë, sertifikon, dan, e ne servohen hazën liber. Qish folë? Atë beson se në une me ëndje, me vëmendje. Nuk e gjoj, du ta morë vesh një sem për dentristin, atë shumë folë te sa që matolovete kitë mu. Çfarë do ta bëjmë? Ke Zanati jo. Ke Zanati, vje dentistrin te. Që do ta fal? Unë, për shembull, me profesion jam kompozitor i diplomat. Po. Jemi në rregull? Po. Do me thonë, Te nuk je Zanatçi? une jam një farë Zanatçiu. No, vëlla, te, kur shkruan atej, shkruan muzicient. Okej, muzicient shkruan. Me shko. Mirë po. Te, për të bë kompozitor, duhet të mësosh disa rregulla, se te mund të jesh talent, mund të jesh Zanatçi i mirë, mund të jesh muzikant shumë i mirë. Për derisa te nuk i ke mësuar rregullat se si një kompozicion, ose një aranzhman, ose një këngë, ose një pjesë, ose një vepër muzikare bëhet, te nuk mundesh ta bësh një aranzhman ose një orkestrim. Te mund ta bësh, ama sa dhe jetë e mera jo. Pse? Për shkak se aty ka rregulla. Aty ka rregulla se si duhet shkone një instrument, tjetër instrument, nëse bëjmë ke Zanati jem. Do me thonë, këto rregullat që ti përmensi unë tej, dhe kush i ka vendohu aty. Ene, Te shkoni mëson ato rregulla. Te shkoni mëson. Sa ti e piku ti mësosh. Ato s'ke që të kondi të mësosh përveç se ke shkolla. Po. Se Zanati dhe mësosh, pa dhe mësosh mera dhe mësosh keq. A dhe kush që o marrë me atë punë, shembull 50 vitet e veta karrierë, ene ka proni përfundim. Pse? Ka mëso pi këti, ka mëso pi ati, ka mëso pi një shkenstari, ka mëso pi një kompozitari, tjetër. E ne ka erdhë me një përfundim se, për shembull, kur kje, shembull, G, not, këto me C, N, E mund përdorish harmoni, instrument tjetër. Për mu këto jo në është në fantazja që i folën te, ama unë e kitë pjesën e kitë që shkatroj me dim më abete. Me njëherë. Kom një problem, une u pejta
uopšte nikad në zonë pratis. Nuk ti. Këto lafet e meja janë shkinisht, ama s'ka lidhje. Mendoj se më kupton. Po, Su rregullina. bi për fellet ai, për çish folin. Kiç te folën difton për kompozimin si bëhet me shkollë, kompozimi se duhet mësosh shkosh ke shkolla të ti mësohet Ti mësosh rregullat. Ashtu, a? Po. Jo mbos si ai, sheve si ti ishin atë që mangishtin këtu. Aj, fjallën të zemrë, së më pëvlen natën, a? Çashto ma keni bërë. Hajde vazhdo Lina. Kush ishte ai shordhi? Beethoveni. Ku ka shkon fakultet ai? Ku ka shku? Ka bo një farë shkolle, naj. Ka bo. Nuk di. Ai E ka cik, dhënë po, provim valla. histori muzike. Po, vëlla, histori muzike i dobet kom qonë me qera fjalla. Se Qera fjala. s'ka lidhje. Njeriu ka Si bo një mere farë shkolle. Po, ama i ka qonë gjenial. Ka dale me pak. Prejde pak, ka që ate dale. vinë, mo, Ka atë. dale pak. Ajo është gjenial. Për ato njerë, Einsteina, këto Sende, Beethovena, Mozarta, këto janë qërë njerës. Ne folim për njerëz të cilët shkojnë shkollë. Do me thonë, pi shkolle Nuk nuk del folim Mozarti, pi Beethoveni. Po sa gjenial kjete këto vendin Pjot tonë, kje vëlla. geniala, be vlla. Prot, pjot, ocën e kje genial, te shakt këpota njeriu. E, qish bën? Qish do që tjetë, ka pjot geniala, këto që ka në zhandrin e vetë që i bëjnë çudira për shemb. Mo ka shku Gjalla e Dari në fakultet dhe kundë. Nuk. I selën të i kësaj, qisho kjo, si bemol, thot njeri. Mo ka shku në shkollë dhe kundë, mo e më gabim dhe një se. E na ajo rast Nuk gjenial. shkon, E na ajo është një pi 100 vetëve që mund dalë. Tej- Ne folim për një sistem. Folim për një sistem, folim për një mesatare, folim për një Ajde gaza, kriter. në pak. Pret një pak, se dullet kom pi ashtu. Nuk pe që të zëjeni në vija, e kom lafin. Ju Ka vazhdoni, dhe problem? debatoni, ama që të zëjeni në vija. Shkolla Zanoti, ishte pyetja shumë e thjeshtë, ndoshta ka qenë gabimi im personal që nuk e elaborova si duhet. Okej. A të bën shkolla Zanotçi me vlera? Hajde be fol. Se në bazë kësaj që e thote, secili fund shkolle të bën një farë zanati, të hep një farë zanati, kompozitor, dentist, thajte, arkitekt, që shka tjetër. A bën të folju? Qish nuk A ka. bën të Atë fol. foli. Fol, më kesh kjerë, to që el goja një. No, be vlla. Bjeri, Do fol. me thonë, a të bën shkolla një farë zanotqiu me tapej. Ama, Do me thonë, shkolla te ta ep një licencë për një punë. Bosh shkollovon, nuk një bosh zanatçi. Bosh një zanatçi i certifikot. Do me thonë, te kje një dokument për atë punë që e bën. Të më thonë, te e baba i zanotit tëndë. Baba i zanotit tonë, bravo, po më të thosh. Një dorë. A, nuk do në thotë kjo se e zanatçi i mirë. E në kjo nuk do në thotë se e të zanatçi i mirë. Ajo do në thotë se te kje ke mësohu, e ke kalon një sistem shkollar për atë punë që e bën ti, ose që e ushtron. Dhe një që nuk e ka, a quhet zanatçia se punë, se mund të kjetë në një kompozitor, ose dhe një që ndrysh dhamët, kështu që ka pas ma para, në berberi ka ndrysh dhamët. Ajo është zanatçi, ama nuk ka qoni i klasifikot për atë. E naj ama ka ndrysh dhamët. Nuk va ka ndrysh dhamët, për dit ta ka qitë, se pse s'ka ditë se si ta shnoshe, s'ka ditë, nuk ka qonë taksaviti atër, nuk ka ditë ta qese palcën. Ka shko njeriu, e ka Ta mësohet. ka qitë vilicë. Nuk ta ka qitë milicë. Po shkon, do me thonë informohet, e në shtaj ta qetë palcën, nuk ta qetë komplet dhomin. Ta shpoton gjimësën e ponës. Që kjo e shkolla. Nuk e dja jo mi qartë. Të shofim. Folë zotë nej. Shkolla o shkollë. Shumë thjesht e komplikon punën. Shkolla bën te nëse thot ki si tha se të bën Baba i zanotit tëndë. baba i zanatit. Unë e thom ndryshe, shkollë nëse sosën qef do marrim për elektroinxhinieri dhe telekomunikacion. Ustad bën te, nuk bën zanatçi. Te faktikisht nëse une jom një zanatçi, une si ndani një herë këto zanatin e në shkollë. Shkolla o një inson që ka pun me letra. Zanoti o një pun që njeriu ka me alat. Te aj që ka shkollë, punxhet në stall e ne jep urdhra ati që i ka alatet. Unë s'kompani elektroinxhinier që ka sos Mississippi, dvine në gostivare në të vendone si Alica. Po, ama na e din, mora të ditë e punëdhënës jotë se si shkon si Alica, ku o plusi, ku o minusi. Abe, aj e din ku o plusin e minusi. Kitë në regullin anë, Si? ama plusin e në minusin nuk e vendonaj.
Ai thot që këtu është plusi, që këtu është uzemlenja sevi i kafta i kabës. Kur në lidhe. O kur në lidhe, ne vim baba që ka lidh strujen 20 vjet pa kokë shkolle, thot te dëm liftojsh mu, baba. No, kështu i thotë te dëm liftojsh. Si di thotë te. I thot. Me varet ku i, me qonë gëstivar i thot, me qonë Folim zvisët për kene këto. Ai thot, unë e di thot ku plusi minusi. Ku ta çoj? Ai merr letrën thot. Dhe qysh, çatje. E na e merre çfarë? Ai dim se? Pse? Se në fond ai do vija me letra thot, këtë çike boti, unë duhet ta nënshkruaj. A më rëvash? Se unë kene nënshkruan para vash. Përgjithësinë e man ai që ka bua shkollën, e ai që ka dhënë letrën e ne urdhni. Që këto është dallimi. Po, ama ai nuk e ka sos shkollën në Kempinski, ose si quhen atje në Oxford. Ai e ka sos shkollën? Kush? Ai këto që japin certifikata, për shembull. Unë e di ç'do thot. A me s'ka lidhje? Ke parasysh, une nëse folim suaza botërore, normale, evropiane, me standarde si duhet t'jenë, këto i një haklit e di. Ama ne që folim për shkollën zanatin, këto kurojmë ne, në Ballkan, Përgjithësi, o vlla, ose folim përgjithësi botërore. Ne folim nivel Nuk botëror. ta krahasoj unë shkollën me zanatin, ne dusha të them a është mirë nëse ti ke dëshirë një zanat. Një zanat. E ke qef si coll, një zanat. A është mirë atë zanat shkysh ta profesionalizosh në shkollë. Po ta mësosh si të punë qiraku. Shefet ai. Asnjëri s'u thotë se nuk është mirë ta bësh shkollën e asaj që don ta bësh. Se jemi babalar dhe do t'i çojmë. Jo, jemi babalar, jemi njerëz, pikë pari, masi jemi babalar, si një njeri normal, një inson që don të ditë një gjë, duhet ta bënë shkollën e asaj. Pa marr parasysh, a mund shkone në shkollë, as mund shkone në shkollë, ta i kije shkollën këtu, e ne mund mësone se cëllën gjo, se cëllën zanot, pin telefon ose pin kompjuter, ta dite, ta hulumtone atë. Se nëse shkon shkollë këto kene, unë bindem se kanë zënës që din ma shumë se profesori, kështu që do kjetë problem. Me shkollë në Oxford, Cambridge, Mississippi, atër s'dë vine këto hiq, po supozojmë se dë vine këto. Si do qoftë, insonit që do të bëne një profesion, shumë ma mero, ta kjetë shkollën e asaj. Se te nuk mund t'i dish kitë gjojat. Në shkollë, i mëson shumicën e gjojave. Teorike, i mëson, ama, nuk i mëson praktike, i mëson në teori. Pasi në praktik, nëse kje talente ti zbatojsh ato që i ke mësohë ke shkolla, vin e ne i zbaton këto. Nëse i zbaton. Nëse nuk i zbaton, bësh minister se ke sos fakultet. Këto që qajo kollaj se dhe tip në politikë. Nuk e kina fjallën ne për sistem arsimit shkatrot e ne jo të shkatrot. Si e kina këto? Ne kemi fjallën, do me thonë, ne folim për një sistem arsimar të shëndash. Nuk folim për këto kene, bukfalisht. Okej. Nuk folim për këne. Nëse ti i e me një sistem të shëndash, e në ti e rak zanatin tënë, për shembull, e kje qef një sen. Une, për shembull, kom pas qef të bëjt punë e studio. Une lënd për studio, ke fakultet jem nuk kom pas. Une kom shko special në Shqipënej, kom kërko profesor, dhe më thonë, ash qef e kom pas atë ponë, sa që ju mu më ka detyru vetë të shkoj. Unë e kom marrë një farë diplome për kompozitor, se atë kom sasë shkallë. Po plus asaj kom dash ta perfekcionizoj zanatin tim, hala ma merë ta bëj, gjëja shtesë në mësoj, që t'jem pak më shumë i sukseshëm e në pak më shumë informacionet kim, se ajo që... E ke pas në shkollë, se shkollë s'u ke mos. Do me thonë e kompletsohat zanatin tim, kom pas dëshirë ta di pak më tepër, e në sende që... E ne i ke mëso privat. E ne i ke mëso privat, po. Për shembull, unë kumbo më masterklase online. Kupton? Shumë të lezoshë, shumë masterclass më duket, unë mund shumë gjahil më duket vetë nga t'jush. I pashkolluar. Nuk ka lidhje ajo. Ajo nuk do të thotë prapë se ti nëse bën fakultetin te je zanot shimer ose i din këtë sendet. Mirë po, e kom fjallën se shkolla është një sistem ku ti një sende specializone detalisht e mëson një gjo. A kupton? Kjo është përparësia e shkollës e në zanatit. Ka zanotësi më të mirë për shembull se sa një që ka shkon fakultet. Mund ta njohë punën ose zanatin më mirë se ai që ka sos fakultetin. Ama unë për shembull shkollën më të madhe ku marr ke praktika. Po nuk te. Ke levi.
Se cili inson shkollën më të madhe e merr ke praktika, se teoria o teori, praktika o praktik. Nëse folim ne ke vendi jonë, shkolla o bo mod më. Ti diftosh nonës, babës e në familjarëve se ke sos shkollë. Edhe gjosh nuse. Ka shkollë, dhondre, e tjetër më nuk vu mundësot, shtetet e zhvillota njerëzve që shkojnë shkolla disë. Këta duhet ta dishte, nuk mu mundësot se cëllit shkone në shkollë, në shtetet e Evropës, po e në botës. Pa i shkon shkollë zanati, vla. Po, a i shkon lere, bon. E po qisha, jo një farë shkolla. Ajo shkollë e praktikës, nësë sa e di une. Nuk o shkollë e teorijës, po është shkollë e praktikës. Ama prap ka në fond një si do që ka në fond, po te nuk mundesh. Ka një certifikat, Po, be vlla. a i shkon bon zanat, praktik, merë. Shumë mirë. Si do qoftë, ne, roshi, koshi, këto mund shkone në shkollë. Pse se ne në gjimnas, unë për vete foli, i kom pas kitë 5-0-0. E në kjo është fenomen, vetëm kene unë se di se unë e vete pranoj, se unë s'kom qonë kitë për pesat. Se unë kom ditë do lëndë mirë, e valla, mrekullushëm. Ma unë nuk kojom gjeni që 6 lëndë kishim në gjimnastiki është kitë 5. Ama i kishim kitë 5, e ne i plotësojshë kushtet, shkruem këse cëli fakultet që du. Pa tamam. E po vende tjera nuk ka kështu të falë me nota në Evropë. Nuk ka të falë me nota se te i e gjali do kujt, ose coce do kujt, ose që do qoftë. E ne te i së nshkruash fakultet, së ndë shkruash e te në muzikë. Ti shem për shembull në Berlin te, ose ku do që ti e. Unë mendoj se atje në vendet e zhvilluara, nuk një shkollë fillore, ato të sfidojnë në disa sfera. E ne e shofin, e ne këti kur e mbaron shkollën fillore, e ta fkat babën e në thote, sheve, te kje qef djalin të bësh elektroinxhinier, me, po djali jot plusin me minusin su në diktua. Ma mero ta qësh berber. Nuk be berber, djali jot thot ka talent për të plivat, Pa. se ato i qënë notojnë. Pa. Kik thot ka talent për sport, qojnë sport. Pa. E ne te profilizohesh pik 13. Bile pimot jo kjo, se dia është Perandorin Osman e Arapët në atë vakët me një shkollë ka shkryt këtu nuk e mësojmë peshkun të fluturone, as zogun të notone. Ama ku ndodhë kjo? Kjo ndodhë? Atë e implementojnë shtetet e ku zhvilluara, ndodh kjo? ndërse këtu e qojnë qelin të bëhet berber. Shumë merë. Ose a që s'pen kafe të bëhe makiato. Mere tha njeriu, ama ku ndodhën ajo? Ke shkolla? Ndodhë. Më thonë, ka njërës që kanë kalu sa generata me colë, se naj që e ka bue shkollën o mësus ati, nuk ka hi zanot qiu, ti ape mësim ati colë. Bravo, që mësusi nuk o zanot qi, shkollovon është. Do me thonë, aj ka kalu generata në përdurët e ati, e në aj e profilizon, nuk e profilizon, për e danë këtë nëzënës, ki është për këtë sen, ki qetëri o pse, se e ka mësu psikologji njerë. Fëmijët që janë tafë për sport, mërci, janë për këtë. Shëf dë një sen, dë një vetike, dë një fëmi që e ka mësu e najmë psikologji ose në pedagogji, nuk e di unë ku, e ne danë e profilizon në atë solë për qëtër sen. Nuk ka nevojt të sasish psikologji, jo adis. I merë një grupë colësh, e ne i qonë një ditë vizatojnë. Ne i shef kush ka vizatoj ma mejrë, ne e danë ma nërë. Oke, ama ka e din të saj ka vizatoj mejrë? Po të i Ka duket e be ajo. shesejt ka Ama dhona mundet të ka smer- mundet të smer vesh ka Te i tu e vizatimi. vizato kalaj nëse ka vizato mot, qish dhe ka vizato mejra, ka e di se ka vizato mejra. I kje do terme Po te, me që si arsimtarte. po nuk qëmë shqyqirë zoti, se s'qëmë për arsimtarë. Ama në mundet te nuk merë vesh ka vizatimi, me vla? Se i një mervesh. Duket që aji është me më. A tha e një ditë, një epizod tha e arti është i Bukurës. Shkenca është të Bukurës. Po, me vla? Dhe duket ajo. Dashuria është. A mund të diktujsh ti, nëse ti fuk 10 solë me një bazet, a mund të diktujsh kush din notuar? No, ka njoni të mejtë të cakdo. A që i mejtec din t'i Duhet vatë. psikologji. Duhet psikologji. Psikologi ati, instinkt njerëzor është ajo, ajo nuk bëhet në shkollë. Me qera fjalla. A halirë. O lirëve. Shëndet. Miku jonë nga Kanadaja, Ha. Rilin Shavani, që në ndjek nga Kanadaja, më ka shkryt një email. Fala. Ka shkryt një email. Mes të tjera, se shumë ka shkryt, thot, jetoj dhe veproj në Kanadë. Po? Dhe po e marrë shembullin e të rinjve këto. Këto thot, adoleshentët tonë, në moshën 14 vjetë, fillojnë me punë part-time. Do më thënë, 90% e 14 vjeqarëve, atje i qëjnë të punojnë part-time. Po. Delivery, ke poshta, dëshesish pizza, Gjoma të fsheje. dëshesh gjoma, të bësh një punë, Po. dhe angazhesh punë, dhe fitosh pare Ku ndodhë që në kanat? në kanat. Okej? Nuk ka natë, kjo duhet ndodhe ka në konë. Kjo unë ka ndodhë, unë për 11 vjetë nuk part-time, full-time punoj.
Okej, këte, te 1%. Si te ka. Atje thot, shumica e pin moshën 14 vjet, fillojnë part-time. Pse thot kene nuk i angazhojnë cullët po. Nuk se ne kina gjem të krallave, prandi, dhe me culli, e ne nuk e qonë, thot shkollë bon culli. Dhe me thonë, nëse një njëri bon shkollë, nuk ka drejt bo shumë gjatë tjera, vetëm shkollë duhet bon, limitojnë aftësitë e njerëzimit. Unë mendoj se Zoti na ka falë neve shumë funksional si insan. E ne mund bëjmë e në shkollë, e në punë, e në shumë gjatë tjera, një koksish. Mirë po, Dembeleku i kësaj kohe kur rojmë ne, na ka qohë këtë deregje, ku ne një fëmi 14 vjeçar e shofim si njëri i pa aftë për të bodë një punë. Une për vete kom vendos, gjallin e kom 8 vjeçar. Maksimum e në 1 vjet di, ke diqani dhe ta maj. Dhe fshejnë e diqani, dhe regulone. Pse që të mësohet dhe një send punone? Kene këto, pse nuk funksionon ajo? Nuk e di me vlaj. Ti diftojsh ati shokut në Kanada, kene 14 vjetë soli, shlajfirat në motor, në skuter, në trotinet, në qire, në BMW, bon... Po, në kete ka thone. Atje nuk kje 14 vjeçar adoleshent me vetura luksoze, e në pse kanë mundësej t'i bjenë. Se punojnë vetë, plus babalarët i kanë... Ne këto... Se po t'i gravati... Me dolar. Më nuk kanë vetura luksoze. I dashuri, si e qyshin shikusin? Rilin Shabani. I dashuri Rilin Shabani. Ne këtu kemi një problem tjetër. Që të duja shumë ta cekje në shumë t'i kushtojmë pak vëmendje pak ma tepër se ina të ilon sakatën e gjeneratat e reja. Hajde, cekje. Këtu krijohet një mindset se djalin unë do t'a bëj shkollovon, qish bon baba. Baba shet 4 qile arë për t'a bëj djalin shkollovon, djali nuk prek pon me dorë, kape djali s'kapet, djali t'i bjen BMW, djali shkon në fakultet me BMW, djali vetëm duhet mësone, as një pon qëtër me mos bone. Pse? është krijon një mindset se këto djali duhet bëhet ta veshë sakon, t'i shëron e komplekset e babës, baba që nuk kam reja ta bone, që në fakt baba ka qenë shumë më i suksesshëm nëse ai baba e ka punë në tokë, nëse ka punu pun dorë ose ka qenë është për t'ia qit kësulën. Mos e ka shejtara që ja kalon. Po, e taj pjatik, po. Nuk, pjatik kompleksit. Po, ai ka kompleks. I la djali ta bone shkollën, që për mendimin tim personal, djali, ai mindset është shumë gabim. Djali duhet ta bone atë që e bën ma mirë. Nuk duhet djali ta bone shkollën, nëse so për shkollë, se ala ma kesh do t'i bëhet, e në djalit, e në shëshnis do t'i bëhet, do t'i bone dëm a njeri, nëse nuk është për shkollë. Ku o problemi? Problemi o këto, kitë të i lije, më punon, më bën, hiq më fshej, më prekte mistri me dorë, të fakultetin do t'a bësh. Kjo, unë e mendoj se është një shërim kompleksi, se asë një, këto kene nuk ndalen të i të punish, mas shkollet punish, ne kina, unë kom punoh, te ke punoh pun, të folimet në gjona, ki ka punoh mas shkollet, ndiqon ka net. Ne kitë kina punoh ka një pun, nuk ka një, po e ne ka dine se o është nevoja. Mirë po, këto, ka një far kompleksi ku collët nuk doon ti shofe dëkush me ratniqke, ose nuk doon dhe një ta shofe gjallin e përlit me malter, ose nuk doon ta shofe gjallin tu i thi cigla për të lisho struja. Kupton, kjo një problem shoqënor këtu kene. Është një kompleks. Është, se kur shkon në gurbet nuk e kje problem, Halil. Ka në gurbet, be, pse... Ka në kom, pse në gurbet nuk është... Ka ma shumë renta, ma ka në gurbet, be, ma mina ma... Më falë për këto. Këto kene, aj fenomeni... E ne qish ndodhë, më falë se të ndërprej. Më falë, ermash shmu. Qish ndodhë mrapa? Mrapa ti kryon një... Shef si o mledh pi skeqë njeri, i vogël o po. No, be, tek dë krejse. Kur ma beti shkollës komunitetit komunist, gjaja që i bërë... Qish ndodhë këto mrapa? Mrapa këto lindën një më falë shpreje se të të thëmë një parazit gjallë, bon, që te aj ka maret punone me struj, ka maret punone me t'lime, ka mbaret punone dhe një pon zanati, pse? Se ate jo fikson të rosit duhet bëhet gjalli me shkallë. Ene jetën e pa shkallë, jetën e pa zanat, jetën e në fond duhet ta maret torbën gjalli. Sa zanotëshi kina munges zanotëshish këto ne? Ose ta marrë torbën, ose të bëhet
Kocka. Nejse. Zanoqia shkollova. Ki që thot ki, paraziti. Unë e mendoj për zanoqin e mendova, thash se zanoqia po, kur su në gjonë po, në gjenë po ke Astra, ke Admirali ato. Ai që i sos shkollën, normal, ai fondin e ka, ke radhët e siretave partijake aty. Ka tos fakultet, urime, në këtë etapë i degu. Gostivarit i shtohet e me një magjistri. Qisha ajo? Gostivari që nga shtone një magistër. Magjistër Ma pjas filmin. O, kebe, unë gëzohen për ata. Shiqir. Fundi ati nëse është ke nëndega, atëherë s'po problem. Habe ne kene ndega në jetë, në jetë për të merë në ne njerëzve një. Nuk ka be problem në jetë, ama në tak jetë në jetin e merë, Alil. Po në jetin e merë, që se ka qish kërkon dë ndega, ke ronja dë roket, nuk ka pun ke degaj. Det ke ronja roket, shkollovon njerës, shkojmë bon... Këta jo ndru kriteret për politikë, Lila. No, Do t'jesh i bukur. Do t'jesh i bukur e mo nuk bëjnë në aktivist parti nëse nuk t'je fakultet. Rria nonën. Do t'jesh bukuron? Pa fakultet su bosh as kryetar në ndege. Ashtu, si i thujnë asaj. Muhalës, Abdi Qerimica. Pjaka tondi së bosh. Si do qoftë. Interesant është ki muhabeti i shkollës e në Izanotit, ama une ta shqilloj pak këtë muhabetin pak ma prosto, ose pak ma seljaçki e thënu. Ajde. Shkollovonët pa zanoqit su ne bëjnë. Njerëzit me shkollë, vu duhen zanoqit që ti implementojnë ditunit e tyre. Pa. Që do me thonë, une mendoj se vlerat reciproke janë e në atimve njerëzve me shkollë, e në atimve si janë zanoqi. Se ne i qujmë zanoqi njerëzit pa shkollë, ama duke marrë parasysh se njerëzit e suksesshëm dinjo janë shumica pa shkollë. Ta të polim ka del shpërti. Ka del shpërti. Mo jëm gabim da njësen. Nuk i e gabim. Lutem, taj njerëzit pa shkollë, i përveshin kratë. Në te që do të thoj se nes duhet bëjmë shkollë. Nuk ta mu te mo bo shkollë be vla. E pa jo që tërsen që e thote. Ama taj për t'jetu këtë dinjo ku i na ne taj, duhet punësh. E në te mund punësh e në me shkollë, mund punësh e në pa shkollë. Okej. Demokraci, jetëm shtet demokratik më lali. Në rregull. Lutem, te mundet dënjoni, unë jo mi bindet për shembull se ma shumë fiton një majstor keni ndërtes, se sa fiton arkitekti si vizaton ato. Ama qish pare? Pejtë zimin. Duhet ta pesim xhimin. Fkatë në telefon. pejtë. Valle dhe fkas telefon. Pa fkate. Njësa fkatë e zimin telefon. Që këto Ama nuk investitori, fakt arkitekti. arkitekti e në grupi vende ploqa gjyshë. Njësa fkatë e zimin telefon. Difton të mu se ki ka drejt. Se më përta njerëzit më të suksesshëm në botë, e në po përveç asaj që janë të suksesshëm, njerëzit që kanë bërë në revolucionin e shpikjet në doja janë pa shkollë. Po be luat çka jam. A do të thotë kjo se shkolla t'i vendon një farë. Të thondon një farë kornize. Amën, Mirdita, usari mi mroma, zotri, se dita ka dritë këto e në mendojmë se ne o Mirdita. Jeni live në emisionin Quçkat, zotri Xhimi. Se te 4.000 dinari kjo shumë. A kemi dëgjues, jena në emision këto ke Quçkat. Po, urdhani? Një pyetje e thjesht, kështu si një profesionist me shkollë. Keni ndërtes? Ma shumë fiton arkitekti që e vizaton ndërtesën ose majstori që e bën ndërtesën? Majstori që e bën ndërtesën. Mendoj që kjo ishte pyetja ime për sot. Shikohemi në epizodat e radhës. Zotriu im i dashur me shkollë. Të puth fort Lilushi. Faleminderit. Giri Shyris. Ditën e mirë ka lofshim. E ke parasysh. Kjo është sa i përket punës teknike të Fitemit. Se Xhimi ka shkrej krejnë, ka sos fakultet, e ne vizaton projektin që pa tjetër dënjoni ta bona atë punë. Merë po zanat që i përvesh kratë, e ne i man shaltafnat, e ne betonin, e ne meshalicën, a e fiton ma shumë se sa fiton një njeri me shkollë. pare? Pare. Qish do në fitohet e? Po merbe nëse folim për pare. Dignitet? Që do shkosh kur do shkone colli ke shpeja na babës një shishe dignitet të të ushqemune ty. Të lutem. Na pak dituri, ha. Sa balek që ishtë hani, Dostoevskin, në hanja e ne atë si e që Viktor Hugo.
Abe te pare mund fitosh ti. Lila, do të thonë këto që thonë e komorit djalin me mund me sakrificë me dinjitet, çu kanë unë, Kanë ushqime, sakrifica. Abe te nëse e kje punën për pare, atër ma kollaj kje hinë me një bank vjith pare, ndë kje është pare. Te, e dite ku e kje. Te do të thush se këtu njeriu me shkallë fiton ma pak se sa zanequ. Po e vërtet, ama jo problemi i shtetit tonë, vlla. Se me shko të një shtetet e jashtme, ma shumë fiton një njeri me fakultet se sa një zanët Shqip. Ma jëm gabim dhe një sen. Që po do me thonë, njerëzit pse sosin shkollë në shtetet e jashtme, që të fitojnë pare ma shumë. Po ne pse sosim shkollë këto me vlla, kur fiton majstori ma shumë pare. Po do majstor. Bo i zoti me vlla, që ke zanati jo të bo dhe një sen. Po kush ka faj me vlla se nuk rakin për zanatit rrit? Po taj unë kush ka faj, nuk ka faj as kush, ka faj aj që bën doktoratura, profesorat kanë faj. Qatë e thash Ka pare. një problem, se taj, nëse o kësho puna, atër të rrit, e sosin shkollën sa për ta pas, se kam presion, duhet sosin shkollë, se martosh, tapinose, do me thonë, nuk e sos të asë një shkollën se dëmreje në profesionin e vetë. Abe, sigurisht, ka dhe një që e sos shkollën që e donë. Foli për shumicë. Ba, shumica absolute, nëse folim shumicën këtu të tre që ne jena këtu, kina qa di si ka sos shkollë se e ka pas qef muzikën shumë, edhe e ka sos shkollën me dignitet dhe me pasion, ndërsa ti zotëri ke shkuar në fakultet të ekonomisë, edhe te s'ke lidhje me ekonomia. Unë kom shko me një fakultet privat në kompjuteri inxhinjerike ku e di unë që ishte ajo lëndate, CD-ROM-in se kom qëllë asë njerë, nuk di as C++, as Java, si shkruan ato, nuk i di ato ti përdori. Java. Java, që shon ato, nuk di ti përdori. Pse kom shko në fakultet une? Se e ëma ime dhe prindi imi dashur, deshtën që fëmijë i tyre të jetë intelektual. Njëri me fakultet. Po ashtu edhe ju, zotëri, që qesh, në tejt, normal, ke dash nonën ton, babën ton, takzojsh se te i shefe djalë jo me fakultet. Ato dash te i fakulteti be loçka i me shishat? Për të bo pare, nuk. As mos mo dash fakulteti për të bo pare, këti jo Mun ka dash, hin, po. ki është... Rogaxhin. Ki ku shkon na për dars ma sfiratën diplomën e ke lirë mak e në sfiratën atë. Ndars ma. No valla, nuk e kom qëtër konte kom lavi se te e Shkon devjen me ma sinta me beti. diplom. Në kom shku. E kom qëtër konte ma beti. Ma betin e kom se këtu ke ne, do shta jo, po, ka një farë, e ne ma shumë ka një pesh, aj, zanatin që, mos se këtu kina e në munges zanotqish. Po nuk. Kuptam? Kina munges e shumë gjojave, ne doktor profesorave kina munges originalne, se falc ka pjot. Se këtu ka... Nëse dalim në shtetet që janë shtetet normale, shtetet ku i kanë standardet mëjrë, ku i kanë ponet mëjrë, normal bese që pejtë të cëllëndushti, di nuk je nevoj të pejsish. Ato që janë të licencot, ato për herbe fitojnë ma shumë, nëse o pona ke parja. Për herë fiton ma shumë. Kene vetëm nuk. Kene nuk, se kene na vinë mare trokina pizanotit. Ne kina komplekse o vla. Ne kina këto komplekse, ne kina këto... Ka dalë pak se këto me të lovetet pak. Kene nuk fitojnë pare se nuk e bon, nuk profesionalizohet si duhet. Thonë, shkon në shkollë, si tha Alili, për nonën për babën, nuk shkon për veta e të profesionalizohet. Po i ka pek nona baba në qafë vla shkon në shkollë. Ljebe gjallin ma shumë dhe fitone, ma shumë hajrin dhe tja shofi shëshneja me zanot. Po këtu Qa du ta thomë për pares? Vetet e meja, kadar. Po qish thash be pares une? Pi kompleksi. Amën mero ta kjesh ta profesionalizosh. Unë nuk thëm ta bëj shkollën sa përse e faqe. Unë thëm ta profesionalizosh e ne ta bëj shkollën për atë lëmi që te e don. Pik. Zanotin tënd të profesionalizosh avla atë që e don te. Nuk ta bësh shkollën se nona ka qifa, se baba ka qif, se nuk t'hin pon. Do me thonë, si mas tije, të thjeshtëzojmë pak, prit me pak të flaqë. Si mas tije, fëmijë të dashur, gjinja njerë vetën se qish do një të boni, e në shkon një shkollë profesionalizoni në atë lemi. Këtë do në të thështë? Pa. Qëni do? E në unë qatë e kom bo. Po te je i vetmi gjallë doktori muzikant si ke da. Po qatë e kom pas qetë, Si zakonisht. E në unë jam i vetë mi gjallë muzikant dhe ekonomist. Për shembu. Më kuptam. Taj nuk e dalë të ekonomist, mirë po,
muzikant ke Prapu të kema, ke foreku. Ke foreku i Do vjetë. me thonë, s'kum shku ke shkolla për atë që kum dash. Shumë me thjesht. Ta i pyetja për ju që shkatatar të dashur, vion kësho. Qish ke daldizme me ato parë? Difto se falsi kje bare. Fals, jo me fals, po atë nove jam, kur bëj kësho, më rritet autoriteti. Ashtu? Po. Po, Atë shkolla autoritet, apo parja. parja. Në suaza normale, në një jetë normale, me një vend ku ka moralen e ku ka ditunejen e ku ka dignitet, natyrisht shkolla ep autoritet. Shkolla të thonë, dituria ep autoritet. Shkolla, tamam të asosish, si mas standarte. Po, dituria, për shembull, nëse marrim ne kushte normale, një doktor profesor, edhe një majstori ma i fort i telefonave. Doktor profesori ka shumë ma shumë autoritet se sa një telefonxhi. Pse se ajo doktor profesor ka sos fakultet, ka shkohu, ka din, ka botohu liber. Ja ka pa ajrin shoshneja. Ja ka pa hajrin, nuk shoshneja, dinjoja ja ka pa hajrin ati, se ai i shërben popullit faktikisht. Unë ndreq telefona, ai ta ndreq zhivotin jednostavno. Në doktor profesor është njëri, mund ta akademik, do me thonë njëri me vlerë. Rahmet shpirti pas të revgjeptjosit. Kush është? Akademik. Akademik ishte. Rahmet shpirti, akademik ka qonë. Kërkojnë gjesë me vërtet se di kush është, s'ka lidhje, ka vdek. Pa, që për nuk ka për në të Zoti Gjenetin ja fal. Ka qenë njëri me autoritet. Ka qenë njëri shkollovan. Shumë jo. Do me thonë pra ndjen e përmendet, që ju e përmendet. Ti ishte një telefonxhi se ka vdek, nuk dhe e kishin dit. Me një botë normale, kjo vlen për autoritetin. Mirë po, me një vakët ku jetojmë ne të he. Vaktin e digitalizimit, vaktin e TikTokut, Instagramit, Facebookut, quçkave, e në të tjerave. Autoritet, mo, nuk ka njeriu me shkollë. Fatkeqësisht. Kush ka autoritet? Ka autoritet, a njeriu që i tref në boksa e që ka pare. Do të folim ka dirë shpejt. Që ka pushtet. Që ka pushtet, që ka fuqi destruktive, jo konstruktive. Me një shëshnet dë gjenerotam. Fatkeqësisht, shumica e botës është e degenerot. Nuk folun vetëm për vendimin. Ka dali, se Ma autoriteti... shumë njerëzit e dun Justin Bieberin, momentalisht, se sa Einsteinin. Folim ka dirë shpejti. Ma shumë njerëzit vë intereson për Big Brotherin, se sa për dë një hulumtim shkencor, si o bo që kjo, si a shkona nuk shkon hong, ta nuk e di që shkon. Me i pejt nuk din njerëzit, ta për Big Brother. A o toka si kjo logo e quçkave, tem se. A o toka rafsh, a o toka elipse, katër qoshe. Atë se kina pa hala. Ajo nuk hulumtohet dhe një fenomen që edhin në internet që djelë dhe një gjoj interesant. Mos më degeneroni temë. Në falë pa, ka mund një sqarim të vogël, sa i përket autoritetit. Dhe me thonë, A ke autoritet? autoritet, nuk e di unë, akoma të vlerësën qerit. Nego, autoriteti vinë si pasojë pozitës, këto sende duhet t'i dim t'i danë. Okej, spjegoma qisho autoriteti, si që këtë dusha ta pesni. Autoriteti për ta pas ma thjesht është t'kjesh ndikim mbi shoqëni. Do me thonë, t'kje një respekt veçan njerëzit ndaj tije për dëni sent etaj. Ajo mund t'jetë. Ose po në t'u api shkurdhra. Dirigent. Që atë du t'dalë. Dirigenti ka autoritet. Nuk, dirigenti ka autoritet se ka ponën e rëndë. Ka autoritet. Ama ka autoritet se ka shumë ngarkes. Pret pak, si që atë du t'dalë. Po, Do me thonë, njeri pa ngarkes unë kjetë autoritet mund t'ketë një njeri që ka pozit, mund t'jetë drejtar, mund t'jetë mësus, mund t'jetë udhëheqës për dëni sen. Autoritet mund t'ketë një njeri që ka ditunej, që ka përvoj, pa më pas për shembull pozit, ka përvoj, e në është njeri diqët, ekspert është për dëni sen, e në autoritet mund t'ketë një njeri që është personalitet. Këto unë do t'i kisha thekso se janë raste të ralla. Më thënë, ai qështu e ka falë Zoti, o vlla, e ka karizmën, ja ka falë Zoti, tjetë njëri autoritativ. Kupton, e ne i respektoshat. A ke hasti dhe një njëri, për shembull, në një mexhlis, dhe kujt i ngjohet, ai folën ka dale, kitë njerëzit rejnë e në ngjën. Pse? Se ka parë. Nuk. Nuk. Ka e në ashtu tipa. Ajo është autoriteti i pozitës. Sa është zengel. A unë e foli për një njeri që është i lindët lider, pa pare. Fikan. I fejket. Pa pare. Rryp. Abe por mund të jetë njeriu, ama muhabeti i ka lezjet. Ama nuk bëhet autoritativ insoni të ndejt. Nuk të ndejt. Autoriteti fitohet me vepra.
Autoriteti fitohet me mu. Po qatë be i thash. Nuk lindesh ti me autoritet, unë jom fëmijë autoritativ. E din te babën e ke pas dëkush e te kja autoritet se baba im o shfalloni filoni. Ka e në ashtu? Ka në ashtu, ama ti duhet kjetë, ama ajo nuk do me thonë se është trashigimi pi babës. E vallaj, inshallah te babën e ke pas autoritativ, e në te e shkel nuk po, e ka përcenat mundin e në vlerat e babës tonë, bësh më autoritativ. Ama monte në që nëzë shftërë. Si zakonisht. Kjo, qëtër po. Tjetër më abe. Mund të opishin autoritetin, në vetë vetës e në të babës tonë. Që do me thonë se, ti duhet ta, ajo autoriteti i babës tonë njërë dëkondit qënë. Se si dhe ta lush të i mrapa, ajo është kitë loja jote vla. Nuk ka të bue me babën mo. Se baba njërë dëkondit mund të të qënë ke shalteri policisë dhe është, jam gjali filonit të masas i shponë. Ama nëse ti selesh ati në falë shpreje si kloshar, do të kanë ta qënke. Kanë ta qënë kama punën dhe të asose të gjije gjali Po, i babës këtë herë dhe të asose, herën qëtër mund të në më të se do të më asose. nxjerin prej pune. Këtë herë dhe të asose, më herën qëtër nuk dhe të asose. Tep autoritet që mo dale pipone, kjo është autoriteti destruktiv që shto mundet, nuk konstruktiv. Do me thonë, ka autoritetet njerëzit i përdorin për prej shpon, nuk për drejt shpon. Si do qëftë, autoriteti duhet kjetë një hierarki në jetën e përdiqme të njerëzve, mirë por nuk ka, se jemi në një botë degeneruse. Qisho autoriteti? Autoritet, adis, polici ka, faktikisht komandiri ka autoritet ndaj policit. Po, pse? Pse ka pozitën? Arsimtari ka autoritet ndaj nxënësit. Direktori ka autoritet ndaj arsimtarit. Po. Qoboni ka autoritet ndaj dileve. Do me thonë qish autoriteti bëjmë në muhabet, se ka autoritet e autoritete. Po që, të kitë që i përmende këtë në autoritete pozitash. Se dë njoni, për shembull, të kje këto njërës të smohun, autoritativ. Me qëra fjalla, të kje këto njërës që i pare ka, kitë merat i ka, kitë merat i dinjos i ka, deran shpej i munguin, autoritet s'ka. E në njeriu smohet me atë në vdes, tu mundo të bënë autoritet fake, si ti thonë. False. Autoritet i etur për autoritet. I etshëm për autoritet. Se ka në kësho tipa. Kupton? A nëse folim për këtë që i thote, kjo është autoritet që vinë pi pozitës. Amën duhet e në atë di si ta menagjër, se një ditë e kje pozitën, ma pa nuk dhe ta kjesh. Nëse te e shfridzën pozitën tënde për të kryo një autoritet që ajtë të vazhdone, atër i lumi të jo vla. E po, muhabeti im është kjo, Hadis. Faktikisht, ne rojmë me një vakët ku ne japim autoritet njerëzve që nuk meritoj. Këto pajtohen. Faktikisht, autoritet pozit, ne i fesim njerëzit pa autoritet. Njerëzit me autoritet i depozitizojmë. I shkelim, faktikisht. Aj që ka autoritet ne nuk e vlerësojmë, aj që s'ka autoritet e bëjmë ne avion. Qoftë direktor, qoftë kryetar komune, qoftë kryetar shteti, njerëz pa autoritet, ne i vlerësojmë, e në normal kvaliteti i jetesës dhe bashkë jetesës bie. Pa tërë kjo është po në interes jo, vla. Po do me thonë, ne si pas interesit e ne autoritetet i zgjedhim. Eve po, me marë të shafish kitë dinjoja interesa, vla? E ne colli qanë se ka interes për nonës, t'japet pëje. Taj colli-collosh nuk din asni sen te e donë nonën taj për interes? No, vla, e do për qefi. E do se e kje nonën. Autoriteti nona nuk e fiton për interes. Po, nona ka autoritet, so no. Ka normal se ka be, vla, normal se ka shkrej vjomin e senit për nona ka autoritet e në nkuron, ke evladi, thot, gjenet jo është ke kom të nonës, me ne do të ta dish, do me thonë autoritativ e në Allah e ka bo nona, nuk ka pon interesi, po pon natyra është, si do qëfë, te i tha pon interesi, nuk do, e zgjedhim në autoritetin në bast interesit, ama nuk duhet ta zgjedhim në autoritetin. Neve në konvenon, ta i se kjo ka marrë pozit, ne kimi interese, na i djapim autoritet këti. Aj, pse i bon dom kitë dinjojës, te nuk të e në krej, se ka një fjale urtë populore që thot, gjarpri që smëkicën mua të ronë e 1000 vjetë. Ama gjarpri, e kitë të kojshiun, aj kur dhe e kejtë atë, dhe e kejtë se këtë dëvdesin, kitë dhe të kejtë e në tej. Kështu që, ne duhet të zgjedhim autoritetin për interesin e përgjithshëm të milletit. Do me thonë, nëse une jom i gëzot, ti eshe në te i gëzot, nuk vetëm unë i gëzot. Atërës, ti duhet të shofi si e shefa qitrin, të shofi në vetë vetën. Po, që atë e thonë me në une. Që ti e në kitë barabartë. Do me thonë, për interes,
Kolektiv, Kolektiv. Shoqëror, po nuk interes personal. Taçna. Kupton? Do të thonë nuk e kam llafin për interes personal, interesa personale të buhem unë e ju tjerit vdis. E po çashtu është vakti taj. E po, është po. Unë Ç'është të bëjmë bëhem te vdis. Gjatë një letë të kece tej, mu le më kece. Nuk ka, ja kit na kece, ja s'jonin zde. Po shumë pak ka ashtu A ora. ke pak të që bëhen hazër për të bëhet dhe një drejtar, dhe një deputet, dhe një minister, kështu që ja bën në dëshifni. Dëshifni kur të vi, unë të vu bëj. Sa të hej unë pushtet, Dhe vu gjek. Dhe që di si shdinjo, na dhe bim nuk në dhe që di sfeste. si shdi hip njonin pushtet, qit ato që kanë qona atej, hip tjetrin pushtet, qit ato që kanë heja. E ne kur del ma pa nuk është e naj, ku shkon aj? Ska autoritet. Ska autoritet gjithë si konte shmrazët. Po, si do qoftë, si që konte kjo- shmrazët që kjo është natyra e ka bo që këtë... Vend që Çfarë do të bësh atë do të gjesh. Po, Nuk ka vend që ato. ti të shfrytëzosh atë autoritetin në atë pozicionin parë që i thash, për të bënit me që të thoni hallalli qoftë njeriu të ishte në pozitë, ne ishim kundër ai nuk na ngau. Shkon shqiptari, dhe qesh pipone unë e te. Ai hallexhi me bukën ka problem, Po. pas ke mrejti të bësh udhëheqës ose dhe qes. Po, ma ati shkojnë për mrapa shumë njerës, do me thonë ajo është autoritativ, Pa që nuk qëtë ka te pipone, sa e thot mose, Nuk është ato autoritativ. që na klepir si të kolla, thënë, mose, a qëtë pipone, ta e din që Qet kush pipone, është ai? Kush Po aj? që është, njëri Njeriu, autoritativ anaj, si është e naj. E si ka fitu autoritetin? Ai, ben që ta hope autoritetin me një bot reale, ku ai duhet ta hope autoritetin, tu rejt, tu dëshpru, tu dhon shpresa të paplotësueshme. Faktikisht, ai duhet ta hope autoritetin, ke grua pakuina, ne njeriu që i bon zullum, ka autoritet. Unë se kuptoj që këtë, ai vend që ta hope Unë do ta autoritetin, ka autoritet. Si dhe mas qaro është, Ka- s'ka kalim si e shkru këtë autoritetin këto Ka ki autoritet ti t'ja spjegojsh. Hajde, Me njerë. urno. Këto kjetë bësh me njerës hallexhibe vlla, me njerës fukarat që nuk kanë të ndezin, e mashtronën, e manipulon, që kjo kitë më abjeti. Hallexhiu, qish do t'i bëj, qish do t'i thoshte hallexhiu, hallexhiu vlla. A be hallexhi. E në ki që mundon të mahet me autoritet, e rën hallexhiun. A mund ta paramendosh të Gjinofin, se që Gjinofi bon ai njerë. A mund ta paramendosh se pash për erë valla, që të tha. O, vllai jem. Që kjo fukarallëku e bon atë ponën. Fukarallëk. Fukarallëk. Unë e mendoj se ma lekto për E të ne- manipuloni popull të parë si mua. Të parë si mua, po e ne fukarallëku lun rol, nuk se Jo, s'run rol, se hallexhi. ama të folim ka der shperti, në këtë vakët ne fukara nuk kina për buk. Po. Fukarallëku jon nuk është për buk, e kina ka përcejat problemin e bukës ne më, ujtit. Kit kanë buke në ujke shpeja, di, nuk kanë ka- ndoshta iPada, M3-a e në Rolexa ke dorë, ama buk ka se cëlli. Ne manipulona për një panakota, se s'kina hongër, se për birjon nuk korruptohet asnjoni. Për një panakota, thot njeriu, ta pshur autoritetin, me vllajën, ne do ta dish. Ta ndron Ajo është konotacion tjetër i jep Ajo autoritet. faj jot se a do t'i bindesh te, nuk do t'i bindesh, ajo Po që i bindet. E po i bindet që se bindet. ka zord be njeriu. Po çi zordi be ka ai Sot qi? ka do në punë sot be, ka njerëz që nuk katër vetë familjen asnjëri se ka Ama ka dare pak. Qish bëhet ai shkreti? Kemi një problem Adis. Ha. Taj për të punësohë, do t'i bindesh dhe kujt, apo do t'i jesh profesionist ke pona jo? Duhet t'i bindesh dhe kujt. O vëlla. Sipas mendimit vllajt tjetër. Ai që është njeri i Po, ne nuk preshët, sipas vendimit udhëheqës vllajte. i nuk. Ai që është njeri i preshët, ai që i preshët, udhëheqës i preshët, ai kërkon te çkështja gushish mihirin, thot tamam, ajo egoist, ajo njeri i smon, ajo njeri që e kanë shoh baba e nona me mzit ja të bësh te ja s'ka. A, e pse Ajo do t'ja njeri gushish? psikopat, pse psikopat me pse është shizofren. Nuk ja Po gush te me? pse ja gush dorën? Po nuk ja gushun. E po? Unë asnjëherë s'ja Po gush. dënjoni ti që Unë duhet ja ja gushe. fiturit nëse apo una. Po. Unë ja pjasturit. Falni sponsorët e nderuar. Kanë autoritet këto. Po. Se ta ka lajt. Nuk se... Qëtë për kontrole. Po, me, Nuk ka burë none mu që ma nalë. Unë vdes për buk, nëse folën të për mu. Unë vdes për buk, nuk bindi gjuj. Që? Nëse do në të di, ne do në të dish për mu. Ama, ka njërës që janë manzart. Se unë nuk kom marrë në mistrejnë në kopashin të harok, zëtë nej. Nuk e kam atë problem, iq. Merë është. Kupton?
Pse bëhesh nervoz? Po nuk se ti mund thot. Taj Perdogani Shimon Peresi. Ama ma s'ken mohabetin që 1 minute. Zoni pse del nort te thot unë e di, është psikologjia e pajësimit ajo. Jo. Tej. Nove unë e ti e din zoti për mos. Po, e di në unë, në zoti e din, në kit e din, te nuk ka nevojë të bëhesh nervoz. Te hiç, më mërzi, nuk ka nevojë të gushish dorën askujt, ne dim te se gushën dorën askujt, ama fatkeqësisht kene ashtu funksionon. Në me thonë, njerëzve që kanë autoritet treshëm, ne vu thujmë amin, e ne ato na shkelin neve. Mo jom gabim tani se të vajem. Ajde, puthja dorën mbretit. Puthja dorën mbretit, te. Jo e vlajnë, te. Te, duhet e në një 3-4 sesia ne të bëjmë, e në te vlaj dhe të bëj kryetari Quçkave, në kryetari Belicicës. Jo e vlajnë, te. Brak bu ma betle. Me këtë do të pejsa a ki autoritet në parti. A ki autoritet me vlaj jem. Kje mua jo të difton të. Unë e bolli kom kushi që nuk kom as një problem, kom mohabet sa dush. E në rejra atë. Ka me gjem një limunat. Ish më e bajat gale. Ajo qëtër sa. Si hopet autoriteti. Si hopet autoriteti. Shumë kollaj hopet autoriteti. Shumë kollaj hopet autoriteti. Po difto, si. Po një budallëk e ne hopen autoritetin. Mjafton vetëm një budallëk. Ke budallat fiton autoritet, nëse bën budallat. Këtë men shti hopën Po autoritet. të varet e si e me qyshe e matën. Vare qish publik e Njësi e kje. mace. Fate ti Qysh është? shine, ti mund fitesh bësh këto një budallëk e ne dhe morish autoritet ke budallat. Pjot. Nuk, ajde more fam, autoritet së marë. Po që qatë e thash pares. Pa ma Qatë autoritet thash pa? është e na jo, budallat do Ki thënë ma thot budall se ki autoritet, nuk ka. ki e qunë famën autoritet. Për mu nuk ka famë autoritet. Nuk është. Ka dalë kit. E që fitëm pi Po kontrol. nëbe se mu ti do të mangacish. Ka thajve. Se do t'ja ngacish me njëri. I ngatë shëtër. Nguce, o ka zonë të bëti Ne. prek shëtë vaktin e fondit. Sensitiv. Sensitiv. Ja, Soft o zbut nisen vaktin e që fondit. shkomën ku i ke zbute pak. Mëre gjanë. Nuk diftot si hopet autoriteti. Diftova me si nuk diftova si hopet autoriteti. Me Tu jo budallëk. opet. No, vëlla, tu i ndro partia të hopet autoriteti, shkopin partin e hop autoritetin, ti këtë partije, ke hop autoritetin, shkon parti tjetër, a që s'ki autoritet. Nuk, s'ke kjo vjetra, ke reja kije, se ka erë thët pja qek. Pa, ka autoritet ki. Ose ta morim ma qartë kësho, ta morim ma qartë, ano, Mojsel isha stalit, No, be, fol rahat, se s'merr vesh ka politika. Fol S'mor vesh rahat. ka politika, që... Fol sa dush. S'mor vesh ka politika, drejt kalë, që mu mendoj se autoritetin e hopën që qashto, tu i ndro partia. Po. Okej. Do me thonë kimi problem serios të. Po, Se- e ne misterios. Për shembull, gjalim kur dëritet e në pak dhe dalin shë, e ndëshofe një doktor profesor, që i ka shërbej shëshnejes, Arsimtar. një arsimtar, Një polic. një akademik, Po. që nëse s'ka, më dëgjojmë dhe një, dhe improvizojmë, dhe shofat me qiklet, ashtu pit vjetrave. Që të shofe një jetë normale. Po, Që shoh me babën? Kjo është një arsimtar. po. Është Ki një ka doktor. thonë kontribut ka, sa duhesh për këtë shëshnej. Ka shnosh 20 veta, ka Po. shputo 20 veta, polici, një zjarë fikës, ka hip, ka Ta shputo e din, ka bodën i shërbej popullit, ama gjalim dhe shofe me patikat vjetra, Po, tu e koset bafqen me kosaqic, po. e nati dije se ke kreja se ki është, Fikan. si do të thomë, është një njeri Ikpoto. thjesht, një njeri fukara, ki nuk i shërben miletit. Nuk, a i di shërbej, se të di thuj se i ka A i shërbej. bendon ashtu, se shoqëneja, se a kur dhe e shofe atë të shëtet me G klasën, Ka dalë, ishte si dhe shofe atë, të di thush kjo inson email, ka kontribohet, thotë, shumë mirë. E në kur dhe shofe ma pa një tjetër me G klas, me Odello, me 30 vetë o kolla, pa. E ndë të pejse Qona që klepjese? shpunon ki, o i ati. e në thotë, po ki që shon? Ki është një njeri që vjet pronat e shtetit. Ki është një njeri që shet substanca psikotropike.
Edhe ti si don ta kiesh Evlatin, si ai pari as si Nuk ka pona si don ta kiesh Si Evlatin. don ta kiesh Evlatin o Qish sheqa, kahje do t'japësh? Evlati si don t'jetë ti Evlati difton kur të të mu. shoh, o babe, ç'të mua mund të thosh ti doktor profesori. Evlati i Po, vogël apo s'merr vesh? Po ai buk thot s'ka të hajve. Ja ki tjetri. Se ti e ki zetë të tunë si ajtë kopas me... Me kosa qica ti. Tu qanë të vëzite me geglas, e në 30 qana klepirë sa ti kiem o kolla, e në tua ka një... Talqet. Si bona ati, qysh i jetej, unë jam profesor. A kjeta paguj sekund, no, më shile goja. Pa. Onde foli. Unë e paguj sekund, unë... Onde foli. A qish, Regulli. të me thonë, autoriteti prap u lidh, u zgjith, ke leku. Ke leku... Në me thonë, telespektator të cëllën. nderuar, përfundimi im kështu dinjitos është se një inson i ditshët, një inson që ka vlera në shoqnej, familje, në rrethinën e vet ku është, do me thonë që mund t'ja shofe hajrin miletit. Dinja kimetin ati insonit, ajo është inson me autoritet. Një inson që ka pare, i fejt fesatin njoni me tjetrin, ajen me bëjen, cëjen me dëjen, e në gufet se ka pare, ama ato paret nuk e din askush se pika i ka, aj nuk ka autoritet, po ka vetëm pare. Kështu që, parja vin e shkon, autoriteti jetë të dashur telespektator, që bravo. këtë më e haroni pimi. Një dorë trokitje. Këto s'folim, këto po. Më shfoli. A ke autoritet të lila ti falenderoj sponsorat ta? Ajno, une autoritet kanë sponsorët. Une vetëm mund t'i faleminderoj sponsorët. Mund t'nesim njëherë ne pike bini profesional, i cili shet produktet e nishmanit dhe po ashtu produktet e femnave si ishin ato? Nish woman. Alix Nish Avien. Lady, Alix Avien Paris. Paris. Do me thonë të gjithë ato të cilët dun të marrin pajisje për berber, për kozmetik mashkullor ose femror, mund shkojnë ta vizitojnë lokalin në Tetov Bini Profesional. Një dorë trokitje. Po ashtu, kemi një risi sot nga një kompani e jon e cila ka qit një produkt 3, e në quhet Airpass. Ju do mendoni se këtu ki shet bileta për aviona, nuk telespektator të ndërruar. Airpassi është një kompani e cila ka qit kartica ose masakt e-sima 3 për gurbeqit ton ku do që të ndodhen në botë. Ato mund t'i morin këto e-simat në përmjet internetit, edhe në përmjet linkave që do t'i kini ma poshtë. Mund të morin kartica, ku do që t'i e mbot, e në t'a përdorin internetin e karticës ku të dun ata. Që po do të me thonë se mo nuk ka vlas unë ta thkeva mesajin se s'kisha internet. E në gjumë. Dula, ke mreja, s'ke mrej, prit lidhet dhe kundin internet kur do mreja atje. Në. E merë që këta Airpassi. Avionit kolcat në troll, te E ndesë. 5G-ja te ting. Me satelit punon që pale. Lutem, teknologjia ka shku për para, njerëzit kanë përparu, kanë qitë një inovacion ke ne, të cilën ne gurbeqit mund të përdorin, e ne kur të vinë këto në shërë, më presin rend në për ti mobile a njëshet, morin kartica, ma hongrën internetin, ma vjodhen internetin, dhe e kjen atë kitat në kontrol, që qatë që dhe va mundsone Airpass. Një dorë trokitje. Vlak! Bercolung Logistik AG. Firma e cila merret me logjistik, ose e thënur shqip me transportin e madrave. Pa, e në vlagu ka autoritet të t'i bjeret e i raqë. Vlagu ka autoritet lies vetëm të t'i bjere raqet te, po ka autoritet e në të t'i bone carin, ose doganimin e raqeve te që do në t'i bish pi Macedonije në Zvicër, ose pi Zvicre në Maqioni e Veriut. Prap, vercolung. Vercolung Logistik AG. Percolung. Percolung, falni, ju si doktor profesorat në për Gjermaninë në Zvicër, une kom so këto Shqip në shkollë, Albanalogët Gjerman. albanalogët Gjerman, une Shqipës su ne boj alis si duhet, Gjermanishtën më mazeni për kusor, se nuk i thonë kam Vercolungun, Vercolung, Logistik AG. Vazhdojmë, më tutje. Kro. Vatan Med. Të gjithë ato qellavi gangstera, të cilët nuk kisha autoritet ke ato kur s'kisha fjok. Sot unë kom autoritet ke qellava. Pasi që ato mua më ndëshkojshin me fjalimin që unë s'do të kem më flok. Mirë po, faktet flasin ndryshe. Ta e ju shfryzoni autoritetin tim ke Vatan Medi, e ne shkoni, thuni ke Vatan Medi, Halilim ka qo mu tim bëjli fjokët, ose mjekrën, ose të bëj PRP, qish duni të boni. Mund shkoni
konsultoheni falas ke Vatan Med klinika e cila gjendet në Shkup, e ne takzoni krejen, po ashtu e në rrethin tuj që du të vëshofin juve me fjok. Me qëra lafi, Liliçuni do të rëkitje për te, e ne ke ajrë pasin, mund të shfrydzojnë autoritetin tonë, të gjithë ata që duan të shfrydzojnë, Pa. me një kod, ka një kod që do të shkrysh atë, jene kje 30% zbritje. Ti përmensin quçka. I shkruan aty cuckat. Kur ta kërkon kodin e zbritjes, ajo shkruan cuckat 30% ka off. zbritje. Bravo, për përdoret. kompania. Të lutem. Përdoret, shtrejdet, Po me si- një në fond. Muftja të dale. Pa. Vazhdojmë. Vazhdoj. Reklama e radhës vjen nga qyteti i Hamburgut. Ha! BMW, e cila merret me kopatmen e si thujnë atinve kanaleve për kablat e internetit. Po ashtu ene për bekatonka. Për bafqe, ose që du, nëse duni ju, mund të ashtrone në kitë muhallën me bekatonka. Do me thonë zanatli, okej. Po, zanatli që 25 vjetë përvoj pune ka, gazda e kompanis është Bashkim Ceka, i cili ka ma shumë se 50 punëtor, shumica janë tonit, i përshëndesim. Kush ka punë me kopat me kanalash për kabla interneti, ene me bekatonka, mund të kontaktojnë lirisht BMW, e cila gjendet në Hamburg. Një dorë për kiqë. Adi, stavet, E në gjë shumë i bukur më duke, shumë rjetë, shumë i thatë. vërtaj shef televizia. Po, ka dalë këto, më ka knaqë, që ne më ka qitë për i takti, vazhdo vetëm. Reklamat i ka fuk për mjemrin tim, kështu që na ka met... Ska autoritet. Ka autoritet për t'i donë dhe reklamat, unë jam autoritativ për t'i ditë në reklamat. Kështu që vazhdojmë me kompanin e radhës e cila gjendet në USA. Amerika. Të gjithë ato. Kjo është do me thonë një reklam, shpallje, konkurs për punë. Kit ato që din të folin e ne të shkrujnë anglisht. E rjetë Rjetëshëm. Po ashtu din e ne ta përdorin kompjuterin, rjetëshëm. E ne kanë përvoj pune paka shumë, nuk paka shumë, po kanë përvoj pune në logjistrik. Do me thonë, kjen punë me ekip. Po, komunikativ t'jen. Ka vende pune lirë, ke firma Baca Transport, dispatcher, e cila gjendet në Amerikë, merë po puna është këto Në Gostiva. Kush do në tipen punë? Mund ta kontaktone numrin e telefonit e në një mailin poshtë. Dhe me thonë, bëhet laf për një kompani transporti e cila gjendet në Amerikë. Puna e ati që do punësot këto është ta lidhe kamion gjun me firmën me kamion gjun, kush ku dhe shkue. Ti koordinone punën. Koordinatat ti regulone si duhet, në përmjet gjuhës angleze. E ne pin kompjuter. E në pin kompjuter. Faleminderit shumë dhe suksese Baca Transportit dhe të fale Baca Transportit. Ku ngellëm ne njërës autoritativ? Mendoj se ishte I love ke kry, bukur. kritik e I ke kry. kry. I ke thonë si vjersha, një nga një. Të lutem. Me Ximin folën telefon, Me Ximin fola në telefon, me produktet e binit jasi e bosi Ninja Turtles. po, E pater, na kamet e në pak parfim të fugim, si që është ai. ja. Kuj ke pak? Në televizi. Në internet e kanë qitë. Parer ka pas do stila kështu si Bruce Se Lee. që ishin atë nejpin e Marlon Brandos ke The Godfather, Vincenzo. Vincenzo? Ku e di unë si? A be atë mangupin kishte një emër të fortë, Si folën kësën pi bajnicës e për me. O be ato, be. Ai si martohet me cocën e Ma Al Capone. Ai e bon këtë, ai e bon këni film. Stili, ai bën e një Stilin Tom kështu, si? e fugën parfimi, cak, e ne e kapëm. Sa e farë. O stil i ri. Mësova një gjotë re. Sa dërojsh do mësojsh me vllajën, që çfarë janë. E zgjatët pak tonë, E zgjatëm pak sa. Oj, Për ato që mërziten. qëtë pi kontrole, kote kote. Qatharim, Pa, hajde. qathurim kangës? Gjatherim. Pse të mos, t'ja therim një këngës, mendoj nëse ka erdhë vakti për këngë. Po, mendoj se ka erë, një do të përpiqe, që do marrë kitarë. Tram treshin, se kimi e më tekstin e kimi. Tekstet pike 33 Shimona hecin. Shkojmë. Hajde shkojmë, rast 2 3. Kush ke token e simret,
kush jeton kene si mret, aj qi ka autoritet, aj qi ka autoritet, kujti hahet lafi sot, kujti hahet lafi sot, ati qi ka gjepat pjot, ati qi ka gjepat pjot, kush me ndjenja tu jalun, kush me ndjenja tu jalun, aj qi cekun ta pagun, aj qi cekun ta pagun, ma kollaj kush ka përcen, ma kollaj kush ka përcen, aj qi vjedh e nere, aj qi vjedh e nere, kush ka bo kene shumë pare, kush ka bo kene shumë pare, aj qirene nuk ka mare, aj qirene nuk ka mare, nuk ka mare, nuk ka mare. Do me thonë, kitë kontra në ina, Pa, jemi pak. Fatkeqësisht, Have dhe ra keni prap? ku i dashmi jon ka thonë, kur s'ki e mare, mund të bësh qish dush. ama sa i shërbën paches. E në këto e kanë rok kalop. Si do qoftë erdhëm në fundit të emisionit të 10. Faktikisht dhe gjatë me rend. Pa paus. Vazhdojnë qushkat. Qishtë do në thështi se do të bëjti Bën javë paus. Si do qoftë, faleminderit shumë telespektatorë të nderuar që na ndoqët deri tani. Mos harroni të na bëni kani subscribe në YouTube, po ashtu të na bëni follow në TikTok në Instagram, në më falni pak që ju më bëni nervoski. Si më qëtë bëj kontrole dhe dhja. Faleminderit shumë dhe miru pafshim në emisionet e radhës.